Si hati, domethënë si ushqesh, si i ke këto racionet, a ka formulë se qarkullon kjo, duhet të hash kaq gram për peshë, protein, këtë proteinën patjetër duhet ta morësh me ca kova, jo duhet të morësh multivit, të morë vitamin D, do morësh to formula, do morësh pre-workout, after-workout, mid-workout. A je dakord ti me këtë pjesë? Unë personalisht jam fare, domethënë personalisht mendoj që multiviti është çiçi shtrenjtë. A duhet patjetër ne të ushqehemi kaq gram për peshë trupore, për muskull? A duhet patjetër të marrim ne suplemente? Çfarë mendimi ke? Domethënë për këtë që sapo thash tash. Si ushqehesh ti domethënë? Këto jema që më theti tani. Po. Shumë. Unë ushqehem në mënyrë shumë dinjitoze. Hakur më hajt bukë. Më kupton? Po. Nuk konsumoj alkool, nuk konsumoj pa racion, unë ushqim për çështjen e fuqisë do quja racionin. Prandaj shëndar dhe është me racion. Po. Të hash me racion, të hash pak, të mos ngarkoj shumë, duke ngarkuar shumë nuk lëviz dot, vjen për gjumë. Unë s'kam ndonjë të flej gjumë, kam ndonjë bëj stërvitje. Po. Valla unë buzëqesh. Buzëqesh e rikthej, këto janë parafabrikat që dikush i ka nxjerr, dikush i shet, dikush i prodhon, dikush ka nxjerr disa trupa që nuk janë human.